Fillimisht në njën më të madhe dhe më të thellë do të shtojmë 3 vezë, por bëni kujdes gjithmonë vezët të përdorni në ambient dhume. Tek vezët vazhdojmë që ta shtojmë sheqerin. Sasinë e sheqerit mund ta përshtatni gjithmonë sipas shijeve të juaja. Unë në total do të shtoj 4 lugë gjelle me sheqer. I rahim në tel kuzhine vezët dhe sheqerin derisa të na bëhen bashkë. Tani në këtë ëmbëlsirë tek brumi do të shtojmë edhe krem pana ose hopla për ëmbëlsira. Në total do të shtojmë 100 ml. Tani e shtojmë qumshtin. Sasia e qumshtit është 200 ml. Njëherë vazhdojmë që ta shtojmë miellin. Sasia e miellit që duhet që ta përdorim në këtë recetë është 120 gram ose 6 lugë gjelle me miell. 1 vanilë sheqer dhe përzijim mirë. Në këtë brumë të kësaj ëmbëlsire nuk shtojmë fryrës, sepse kjo recetë gatuhet në këtë mënyrë dhe brumi i kësaj ëmbëlsire duhet mbetet pak më i hollë, njëjtë sikur kur përgatisim krepa ose pallaqinka. Tani vetëm përzijim mirë që të sigurohemi që nuk do të na ndesin trupza të miellit brenda tek brumi. Tani marrim një tepsi me numër 26, jo më të madhe. Nëse doni që ta bëni më të madhe, do t'i shtoni të gjitha masat e brumit që e përgatita unë. Poshtë tepsinë e kam lyer me gjalp dhe tani sipër gjalpit do të shtoj sheqer kafe. Sheqeri kafes karamelizohet më mirë, i jep aromë më të mirë kekut. Nëse nuk keni sheqer kaf, mund të përdorni edhe sheqerin e bardhë. Sigurohemi që e mbulojmë tërë sipërfaqen. Tani na duhen disa kajsi. Kajsit i lajmë mirë me ujë, pastrojmë dhe i shtrojmë në fund të tepsisë në këtë mënyrë me kokën lart. Tani me brumin që e përgatitëm, i mbulojmë të gjitha kajsijat sipër. Vazhdojmë tani në pjekje, në furrë të parangrohur në 180 gradë, diku parafërsisht 40 deri në 45 minuta. Dhe pas 45 minutave, keku është gati, e largojmë nga fura dhe presim dikon 10 minuta që të ftofet pak dhe e shërbejmë. Ëmbëlsira e gati dhe kjo ëmbëlsirë shërbehet e nxehtë dhe sipër i shtohet pak akullore. Shpresoj që do ta provoni edhe ju, do ta shijoni dhe do ngjeni të kënaqur edhe nga kjo recetë.